Sa herë duhet t'i lani perdet? Disa njerëz rradh I lajnë perdet e tyre dhe ekspertët e pastrimit paralajmërojnë për problemet e mundshme dhe shpjegojnë se sa shpesh duhet t'i lani ato. Problemet mund të plotësojnë pamjen e një dhome, të ofrojnë privatësi dhe izolim, si dhe të filtrojnë ose bllokojnë dritën. Megjithatë, nëse ato janë të pista, perdet mund të bllokojnë pluhurin dhe aromat, duke krijuar një mjedis jo të shëndetshëm që mund të duket I çrregullt dhe të japë përshtypjen se shtëpia juaj është lënë pas dore. Frekuenca e larjes së perdeve mund të varet nga disa faktorë dhe ekspertët e pastrimit thonë se kjo përfshin vendin ku jetoni, papastërtitë dhe ekspozimin e shtëpisë së huaj. Të sëmurët nga alergjitë duhet I pastrojnë perdet çdo 2 muaj. Dhe nëse ato vuajnë nga problemet të pluhurit, atë e kanë të këshillueshme që ta përdorin. Nëse nuk vuani nga alergjitë ose shqetësimet të tjera të rrugëve të frymëmarrjes, një herë në 12 muaj mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për të larë perdet, por më e këshillueshme sipas ekspertëve është që t'i lani ato të paktën një herë në 6 muaj.